Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, u pyet në lidhje me arsyet e heqjes së këngës Mora fjalë kohët e fundit nga stadiumi. Duka shprehet se këto mendime u interesojnë atyre njerëzve që duan të fusin spica. Ju i ndërtoni argumentet vetë, jepni opinionet për ato argumente që i keni ndërtuar ju. I bëni vetë dhe i ç'bëni vetë. Ne as nuk heqim dhe as nuk bëjmë këngë. Në fund të fundit ajo që e ka bërë më popullore atë këngë ka qenë kombëtarja shqiptare dhe me që ne e bëm kaq shumë popullore ne ishim ato që e censuruam. Këto janë idiotësi që nuk e di se kush i shpik dhe nuk e di kujt i interesojnë. Si kjo idiotësi ka edhe idiotësi të tjera. Unë nuk e di se kujt i intereson që duhet të themi se Kosova dhe Shqipëria, që duhet të themi Federata Shqiptare e Futbollit dhe Federata Kosovare e Futbollit. Nuk e di se kujt i intereson që ne duhet të na fusin të tilla spica që hoqëm këngën. Ne e kemi promovuar atë këngë, ne e kemi bërë që të jetë hit për gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë Shqipërisë, edhe këtë nuk keni pse ta ktheni në negative. Le ti shohim gjërat pozitivisht. E keni dëgjuar gjithmonë dhe do të dëgjoni çdo lloj këngë që motivon futbollistët dhe që është e dashur për spektatorët, ishin fjalët e Dukës.